Edhe njerë mirë mbrëma, Armand, çfarë po ndodh pas shpinës tënde? Ka nisur jashtë kutia e parë, apo jo? Mirë mbrëma janë hapur 3 kutit e para në KZAZ-ën 85 pranë shkollës Alidemi, aty ku siç pritej që do të niste nga momenti në moment, tashmë janë bërë gati, të gjithë grupet e numëruesve janë tashmë në tavolinat e tyre përkatëse. Ka nisur kutit e para, pritet që normalisht të nisi edhe në KZAZ-et e tjera, pra pranë shkollës Ismail Qemali apo edhe në 2 KZAZ-et të cilat janë në pallatin e sportit, duke që do të ishte ora 22 për të nisur, gjë që çdo gjë ka qenë gati për rreth 1 ore, ku të gjitha materialet zgjedhore u morën në dorëzim nga KZAZ-et dhe pritej që normalisht të niste procesi i numërimit. Janë bërë gati të gjithë numëruesit e subjekteve politike janë vendosur në tavolina dhe që janë hapur kutit e para. E qartë, ka ndonjë eksponent politik i cili është me kuriozitet për të ndjekur nga afër këtë numërim në Vlorë? Në fakt, në këtë KZAZ në të cilën unë ndodhem, nuk ka asnjë eksponent politik për të duke qëndruar pranë, gjithmonë dhe nga eksperjenca e zgjedhjeve të kaluara, gjithmonë kasat politike qëndrojnë pranë pallatit të sportit, megjithatë edhe aty më kanë raportuar që deri në këtë moment asnjë nga partia këtë apo asnjë nga eksponentët politik nuk është paraqitur në KZAZ, ndoshta është herët, është sapo ka nisur pranë Alidemit, pritet që të nisi nga momenti në moment edhe në KZAZ-et e tjera dhe më pas rreth orës 23 fillojnë të mblidhen edhe kandidatët të cilët garojnë për zgjedhjet e pjesëme vendore për bashkinë e Vlorës, ndërkohë që edhe më pas edhe ndoshta deputetë apo eksponentë të tjerë të partive të ndryshme politike fillojnë edhe mblidhen rreth orës 23. E qartë. Mirë, duket në fakt interesi indiferent i atyre të cilët kanë quar kandidatët e tyre, paktën nga mazhoranca e cila shkon me logon e tyre, megjithatë, duke parë këtë lloj interesi të atashuar pranë grupeve të numërimit, mos çuditen edhe politikanët në lidhje me rezultatin apo interesin që kanë treguar qytetarët. Mirë, faleminderit Armand për gjithë ato detaje që përcolle.